Falëndërime dhe lavdratat i takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, i cili na dhuratojnë në tyrat e shumta, salatat, selamet, qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Negacioni i dytë, të cilën e ka sjellë Hoxha në këtë libër, thot: "Men ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'iqa yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu 'alayhim kafara ijma'a." Ai i cili merr ndërmjetësues mes tij dhe Allahut, i lut ata, kërkon prej tyre shefatin, ndërmjetësimin, mbështetet tek ata, kafara ijma'a, ka vë kufër me pajtimin e krejt dietarëve. Ky negacion është kur njeriu nuk i drejtohet Allahut me adhurim, po mes tij dhe Allahut merr dikant tjetër si ndërmjetësues. Mes tij dhe Allahut fut dikant tjetër si ndërmjetësues. Ku e ka zanafillën ky shirk? Ku e ka zanafillën ky negacion? Negacioni i dytë është pjesë e negacionit të parë. Apo? Negacioni i parë cili ishte? Shirku. Pra me i bo shirk Allahut në adhurim. Kjo është pjesë e të parës, me po Hoxha ka pru si negacion vetë. Hoxha ka pru si negacion vetë për shkak shpërndarjes të madhe që ka ndodhur në kohët e mëhershme, edhe pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur saqë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka për të bërë kiameti derisa një grup nga ummeti im të adhurojnë idhuj. Apo ka më kthy çka që ka parë. Derisa një grup nga ummeti im të adhurojnë idhuj. Ku e ka zanafillën? Si ka ndodhur kjo? Zanafillën e ka te populli i Nuhit alayhis salam. Prej Adem alayhis salam deri te populli i Nuhit alayhis salam kanë kaluar 10 shekuj. Njerëzit kanë qenë në tauhid, pa shirk, pa adhuru dikant tjetër posa Allahu subhanahu wa taala. Kanë pas mëkate prej mëkateve, edhe shumë radhë mirë pa, të gjithë kanë qenë në fenë e Ademit alayhis salam. Të gjithë kanë qenë në tauhid, të gjithë kanë qenë muwahhida që e kanë njësu Allahu subhanahu wa taala. Në popullin e Nuhit alayhis salam ka pas njerëz, sikur në çdo popull, sikur në çdo vend, ka pas njerëz të dalluar prej të tjerëve në adhurim dhe në raport në tyre me Allahu subhanahu wa taala. Këta njerëz e mirë e adhuronin Allahun xhelle xhelaluhu dhe urdhëronin të mirë, ndalonin nga e keqja, falënderonin të tjerë me bëmirë. Dhe kanë qenë njerëz që kanë pas autoritet tek populli i tyre. Kur kanë vdekur këta njerëz të mirë, të dalluar në popullin e Nuhit alayhis salam, vjen shejtani dhe u ban cytje. Vjen shejtani për t'i mashtruar. Fillimisht për t'i vizatu, për t'i bërë vizatime, fotografi, këto njerëz e mirë që kam thënë. Jo për diçka tjetër, jashta që kur t'i shohin, që përkujtojnë punë të mira dhe kështu të bëjnë punë të mira. Pastaj me kalimin e kohës, banën statuja, idhuj, të cilët i vendonin në përvende publike, që kur të kaloj dikush e shef X personin që ka jetu me një kohë, e ka qenë shumë i mirë, edhe kjo të banë ty me bëjnë punë të mira. Thot Ibn Abbasi, radiyallahu anhuma, falamma nusiya al-ilmu ubidat, apo falamma tanassakha al-ilmu ubidat. Pasi që u haru dituria,
këto idhuj tash u adhuruan. Këto idhuj u adhuruan. Pra fillimisht i kanë mos idhuj për mi pa dhe për mi nëzit vut mira. Mi po me kalimin e kohës, me humbjen e gjurmëve të riturisë dhe me shfaqjen e ignorantës tek njerëzit, kanë fillu gjeneratat e mëvonshme me mendu se këto idhuj janë adhuru ma herët pos Allah subhanahu wa taala dhe i kanë adhuru pos Allah subhanahu wa taala. Interesant se edhe pika shumë rëndësishme në këtë bazament prej bazëve të islamit, tauhidi, njësimi i Allahut në adhurim, se thojnë dietarë prej tyre Hoxha Alifodeli Allahu Alirof, thot Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk e ka arsyetu këtë gjeneratën e parë. Ska thonë Allah subhanahu wa taala se këto kanë qenë ignorant e arsyetohen me ignorancën që ka pasë. Po Allahu e dërgoi Nuhin a.s. si pejgamber që t'i thret të adhurojnë vetëm Allahu subhanahu wa taala. E njëjta pastaj ka ndodhur edhe te Kurejshit. E njëjta ka ndodhur edhe te Kurejshit, ku arabët e kanë pas fenë e pastër të Ibrahimit a.s. Pas një periudhe kohore, i nxjerri idhuj që janë adhuruar në kohën e Nuhit a.s. me një andër që e shef njëri prej arabëve, Ibn Luej në Mosgabofsha, shkon dhe i nxjerr prej afër Bregdetit dhe i bje në çadër. Dhe këtu fillon shirku në ndërmjetësim me dikant tjetër për të Allahu xhallahu. Pra këtu fillon devijimi, mos me lu drejt për drejt Allahu, po me marrë ndërmjetësues mes robëve dhe Allahu subhanahu wa taala. Dhe na i kemi në Kur'an disa prej idhujve që janë adhuruar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Lati, Uzza, edhe Manat, edhe të tjerë. Ky Lati historikisht transmetohet që ka qenë njerë i mirë. Ka qenë njerë i mirë. Kene e littu se ujko, kanë thonë djetarë. Me asim mundi të vegjër të dorës, ka blu mirë. Dhe këtë mirë e ka shfrytzu për mi ndihmu agjilerve dhe umregjive dhe ata që këndon qatë në bojë badet. Kur ka vdek ki njeri, i kanë bo idhull, dhe lloji i shirku që e kanë bo Kurejshit, është se i kanë marrë këto njerëz për ndërmjetësues mes tyre dhe Allahu subhanahu wa taala. I kanë marrë ndërmjetësues mes tyre dhe Allahut. Dhe këtë fotografi të shirkut apo devijimi që ata kanë bërë e kanë krahasuar gjendjen e njerëzve me mbretërit. Kanë thonë na nuk kena mundësi me shku të mbretërit dhe me kërku drejt për drejt për tyre nevoja që ka i kemi. Mirë po e gjejmë dikan në pallatin mbretëror, kush do kofë do një person, dhe nëpërmjet ti kërkojnë për mbretit dhe i plotëson nevojat tona. Këtë krahasim e kanë bërë në Allahun i pastër është Allahu prej kësaj vete. I kanë adhuruar këto zota pos Allahut për çka? Thot Allahu xhallahu xhallahu, se kur ata pyeten se pse ja adhurojnë, do thonë ata janë shufa'auna inda Allah, janë ndërmjetësuesit tonë te Allah. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kjo është ky ajet kuranor. Këto ajete kuranore janë fjala që e kanë thonë Kurejshit. Mushrikët e Kurejshit dhe prej arabëve kanë thonë, ne nuk i adhurojmë këto idhuj, këto statuja pas Allahut, nuk i adhurojmë për diçka tjetër jashtë që na afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Pse? Për shkak se ne gjuna çaj, ne na mëkatar, ne na gabimtar, ne shumë rrot, ne na me të meta. E na mundemi drejt për drejt me lutë Allahu subhanahu wa taala, po na i lusim të zota këta, e lusim Allahu dhe Allahu në përton neve nevojë që ne kemi. Ky ka qenë mënyra e adhurimit që ata e kanë bërë.
Pse? Argument tjetër se Allah thot në Kur'an: "Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah." Nëse ti i pyet ata, kush i ka krijuar qiellin edhe tokën, ata kanë me thonë me të vërtetë i ka kriju Allah. Kush e ka thonë këtë fjalë? Mushrikët e Mekkës. A ka njerëz të cilët erdhën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një davet, me thirrje në Islam, ata kanë besuar se Allahu është krijues i qiellit dhe i tokës. Allah thotë, nëse ti i pyet ata, kush e nxjerr të vdekurin prej të gjallëve dhe të gjallërin prej të vdekurit, kush e fut errësinë dhe dritën e errësisë, kanë me thonë Allah. Ata kanë pas këtë besim. Dhe kjo është shumë në rëndësi me e dinë shirkun, llojin e shirkut, llojin e devijimit që e kanë pas njerëzit të cilët ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse është e nevojshme? Për shkak se në këtë ummet është shpërndar shirku i njëjtë dhe njerëzit mendojnë që mushrik në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë besuar hiç Allah, se kanë besuar ekzistimin e Allahut. A realiteti është se ata e kanë besuar ekzistimin e Allahut xhel xhelaluhu me disa defekte në tauhidin e rububiyet që ata kanë kaluar, mirë po defekte e kanë pas në adhurim. E kanë adhuruar dikë tjetër posa Allahut. Cili ka qenë stili i këtij adhurimi të dikujt tjetër posa Allahut, i kanë lutë zotat idhuj që ata kanë pas, e që kanë qenë njerëz, kanë qenë njerëz të mirë, po shejtani i ka mashtruar se jo, nuk mundeni vetë me lutë, po lutni këta zotat në radhë dhareza dhe këta e lutin Allahun dhe Allah plotson dëshirën. Dhe kjo ka vazhduar pastaj edhe në ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mekanimin e kohës. Pra kjo është mënyra e shirkut që e ka shkruar kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo ka vazhduar pastaj edhe pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shpërfaqur në këtë ummet. Dhe ky shirk jashtë shirkut të demokracisë të kohës tonë moderne, po para demokracisë, do të para 50 viteve e këtej, to 50 vitet e fundit është shpërndar me të madhe shirku i demokracisë dhe i kuvendit dhe qeverive dhe shumë ratë që gjikojnë në ligjin e Allahut subhanahu wa taala që ka përfshirë këtë dynjan dhe botën islame. Jashtë kësaj shirku më i shpërndar në botën islame është ky shirk. Pse është ky shirk? Për shkak të shpërndarësve të tyre. Për shkak të shpërndarësve të tyre. Pra ne kemi një perandori osmane e cila ka sunduar shumë vite, 5, 6, 700 vite, dhe kokat e tyre kanë pas defekt në këtë shirk. Dhe kjo është shpërndarë në të gjitha ato vende ku ka pas gisht perandori osmane. Në vendet tona, në Ballkane, në Turqie, në Indën e Mesme dhe shumë radhë, shirku i adhurimit të varrezave. Kjo ka ekzistuar edhe para Osmanlive, mirë po është shpërndar më të madhe në këtë periudhë. Është shpërndar më të madhe në këtë periudhë, para kësaj ka ekzistuar. Pra kjo është një prej shirkjateve që është i shpërndar shumë tek njerëzit. Pra njerëzit marrin ndërmjetësues mes tyre dhe Allahut për shkak se besojnë se vetëm e lut Allahu nuk ka mundësi me i përfituar të mirat të atyre ata i dëshirojnë dhe nuk ka mundësi të largojnë të këqijat që ata dëshirojnë, pas duke e lut ndonjë prej evlijave të vdekur ose prej të gjallëve që ai me ndërmjetësu të Allahu me kry puna këtij njeriu edhe kështu me radhë. Thot Imam Hajjari në librin në kaptinën e dispozitës së Murtedit, thotë se janë të vajtimit me ixhmat të 4 mëdhëveve se ata të cilët marrin ndërmjetësues mes tyre dhe Allahut, duke i lut ata, duke kërkuar prej tyre, duke u mbështetur tek ata, sa ai njeri është kafir, murted, është jo besimtar, renegat i dalur nga feja. Thot Imam Buhuti, shpjegues i librit Al-Iqna', لأنه فعل عابد الأصنام. Pse ky njeri i cili merr ndërmjetësues mes tij dhe Allahut, duke i lutur, duke kërkuar ndërmjetësim, duke u mbështetur tek ata, është kafir murted, thot Imam Buhuti, për shkak se kjo vepër është vepër e adhuruesve të idhujve.
Për shkak se kjo vepër është vepër e adhuruesve të idhujve. Thot Sulejman ibn Abdillah në librin e tij Tejsir al-Aziz al-Habib, në librin e tij në shpjegim të librit Kitab al-Tauhid, Sulejman ibn Abdillah është nipi i Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Thot në librin e tij shpjegim të Tauhidit se ka thënë Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا نقل غير واحد مقررين له. Thot Ibn Taymiyah, ai I cili na mesti dhe Allahu ndërmjetësues, duke u mbështetur tek ata, duke I lut ata, duke kërkuar prej tyre, ky njeri ka bërë kufër me ixhma të gjithëve. Këtë e ka transmetuar Ibn Taymiyah shumë prej dietarëve. Thot Sulejman ibn Abdillah, Allah mëshiroft, وهو إجماع صحيح معلوم من الدين بالضرورة لا خلاف فيه. Thot dhe kjo ixhma është ixhma e saktë, ixhma do të thonë pajtimi I krejt dietarëve, ndonjëherë dietarët transmetojnë ixhma të dietarëve, por pajtim të krejt dietarëve, e ndonjëherë në meselë që është shumë e madhe, shumë e qartë në shariat Allah transmetojnë ixhma të muslimanëve, krejt, sportu, as në musliman në I vogël nuk polemizon në këtë meselë. Nuk polemizon në këtë meselë, thotë ky ixhma është e vërtetë, është domosdoshmërisht e njohur në fenë Allah dhe nuk ka polemik në këtë çështje. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala në Fatawa 124 فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. Citat shumë të shumë nga Ibn Taymiyah rahimahullah. Thotë ai I cili mes tij dhe Allahut I vendos ndërmjetësues me laçet apo pejgamber, duke I lut ata, duke I lut me laçet ose pejgamber, duke u mbështetur tek ata, duke kërkuar prej tyre përfitimin e të mirave dhe largimin e të këqijave. Si për shembull me kërkuar prej tyre që me u fal gjunat, apo me u zlu zemrat e tyre, apo me I largu vështirësitë, apo me u lehtësu problemet, ky njeri është kafir bi ixhma'i muslimin, ky njeri është jo besimtar me pajtimin e këtë muslimanëve. Pra, Ibn Taymiyah tu të soton ixhma jo të dietarëve, ixhma të krejt muslimanëve se ai I cili mes tij dhe Allahut vendos ndërmjetësues, të cilët I lut kërkon prej tyre, mbështet tek ata se ky njeri është jo besimtar me pajtimin e krejt muslimanëve. Thot në Fatawa 126, duke folë me dika, duke u drejtu dikujna para ti, thot وَإِنْ أَثْبَتْتُمْ وَسَائِطَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ كَالْحُجَّابِ الَّذِينَ بَيْنَ الْمَلِكِ وَرَعِيَّتِهِ. Thot në qoftë se ju e pohani, e vërtetoni, e besoni se duhet ketë ndërmjetësues mes Allahut dhe krijesave, sikur çështja e ndërmjetësuesve mes mbretit dhe popullatës, ku ata I marrin dëshirat apo nevojat e popullatës dhe ja përcjellin mbretit, dhe kështu vepron popullata duke menduar se nuk është rrugë e edukatës që drejt për drejt me lyp prej mbretit, po edukata është në kërku me ndërmjetësues mes teje dhe mbretit, apo duke menduar se ky ndërmjetësues ka autoritet te mbretit dhe më mirë të kryen punën, më shpejt të kryen punën. Thotë Ibn Taymiyah, Allahu e mëshiroft, thotë në qoftë se أثبتتم الوسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك. Ai I cili beson në ndërmjetësimin e dikujt mes njerëzve dhe Allahut në këtë mënyrë, ky njeri është jo besimtar edhe është mushrik, I ka bërë shirk Allahut subhanahu wa ta'ala. Pse ka bërë shirk? Një kënd tjetër I shirkut në këtë negacion,
فهم والعياذ بالله شبهوا الله بالمخلوق العاجز ومن هذا الباب دخلوا حتى خرجوا من الإسلام وفي الكتاب والسنة مما يبطل قولهم ويبقى دابرهم كثير أتى الله نروي أكان برجسو الله مكريس أتى شيء بيك ذيك ata që shkojnë zhultin varrejsa, duke besu se ai që është në vakë, më lutë Allah, me ja kry punë, apo shkojnë që evliat të ndryshëm, fojse evliat të ta, që i adhurojnë pas Allahu xhel xelaluhu, që kërkojnë prej tyre udhëzim, që kërkojnë prej tyre me ja fal gjuna, sikur gjendja e shumë prej talikateve dhe devijimeve të shumta që janë të shëndonë në adhurimin e tyre pas Allahu subhanahu wa taala. Thotë, të gjitha këto njerëz, Allahu na ruaj. Dhe të Allah vërkoj mbrojtja se këta e kanë përgjasun Allahu me krijesën. Thot dhe nga kjo der janë fut. Dhe nga kjo der janë fut hatta kharaju në Islam derisa kanë marrë për Islam. Pra janë fut në këtë der të menu që janë të vëmirë, ama kanë dalë për së dera, kanë dalë prej Islam. Në Kur'an dhe Sunnet ka argumente të shumë, për ajete dhe haditheve të cilat hedhin poshtë këtë adhërim që ata e bëjnë diku tjetër pas Allahu subhanahu wa ta'ala. Thëtë Allahu jalla jalaluhu. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Thëtë Allah. Thuaj, lutni ata të cilët mendoni se meritojnë adhëru pas Allah. Ata la yamlikuna mithqala dharratin fi as-samawati wala fi al-ard. Ata që ju pyetni pas Allah, ata nuk kanë pushtet, nuk kanë mundësi me pas pushtet as një grimc atomi në qiell dhe në tokë. Dhe ata nuk kanë ndihmues, dhe ata nuk kanë ortak që mund të ju ndihmojnë. Wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu. Thot Allahu dhe shefati nuk ban dobi të Allahu pos ati që i ka dhënë leja Allah. Shefati është dërmjetësin. Që është bëllë të dërmjetësinit? Dërmjetësimi ka mundësi në dhe kanë në dënja. Ka shku të kushtë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka dhënë asam luta Allah me këtë. Luta Allah për ta. Dhe pejgamberi e ka luta Allah që në qëtë. Kjo në bëllë problem. Vjen dikush dhe i thot njerëzve, i thot një hoxhe, një talebe, një besimtari të dëvoqëm, luta Allah për mua. Ka thoni më të mija, ma e mija onë, hek me luta Allah. Jo me i thot dikuja me luta Allah për tyje. Me po kjo nuk ka të bëjmë me qështën e shefatit të ndaluar. Se ka nërë njerëz të pejgamberi sallallahu dhe kanë dërku për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me luta Allah me shushi. Dhe të nësëm, sallallahu alaihi wasallam e ka luta Allah me shushi. Po çështja kur vdesë njëri dhe shefati që bëhet ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit shefati nuk ka mundësi me bëj kërkosh. Pas në qoftë plotësohen kushtet e shefatit. Kusht i parë i shefatit është që Allahu të jetë i kënaqur me shefatëgjimin. E dyta që Allahu të jetë i kënaqur me personin për cilën duhet me bëj shefat. Dhe e treta që Allahu t'jep leje për shefat. Që Allahu t'jep leje për shefat. Të tre kushta, a mujmë i dikën për dënjo? A ka leje për shefat për dënjo? Për t'i kanë që ka vdekë po, a ka leje s'ka leje? Ky shefat do në gjykimi. Kur ndodh? Kur t'jop e leje Allah. Për kanë ndodh? Që se do të dy kushte. Allahu që një knaqër edhe për atë që ka shefat, edhe për atë për të cilën do atë shefat. Të dytë janë njerëz të imanit, njerëz që nuk kanë bërë shirk Allahut subhanahu wa ta'ala. Fa Allahu jalaluhu wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka la yadurruk fa in fa'alta fa innaka min adh-dhalimin. Mos e lut dikan pos Allahut. Dikan që nuk ban as dëm as dobi. Fa in fa'alta, an çose ti e ban këta فإنك إذا من الظلم أثرتي بيت القدرين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو
në qoftë se Allah më dalë me një slogë, me një musibet, me një keqe, s'ka mundësi kërë kështë në dhe وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Ai qoftë se Allah do më godit me një lirë, do na Allah në mirë, s'ka kush e pengon. Nuk ka kush i del përpara me e pengua. Yusibu bihi man yasha. Me këtë Allahu do të kanë të don. Prej robët e tij, ai është mëshirues, mëshirës. Tha Allahu jalla jalaluhu wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Në qoftë se robërit pyesin për mua, fa inni qarib, unë jam afër. Allah ka thënë, edhe thuj unë që unë jam afër. Me leva, unë jam afër. Qoftë se robërit pyesin për mua, unë jam afër. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. I përgjigjen thirrës së thirrësit kur ai lutet. Falyastajibu li. La kërkoj prej meje, wa liyu'minu bi, ne të besojnë mua, la'allahum yarshudun, në shpesë që ata të udhëzohen. Dhe në këtë kuptim, se duhet me lutë vetëm Allahun xhalla xhelaluhu, se duhet të mëshirojmë vetëm te Allah subhanahu wa taala, se t'jemi të bindur se askush s'na ban as mirë as keq, pos me dëshirën e Allahut xhalla xhelaluhu. Është hadithi i gjatë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilën me cilën hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshillon Ibn Abbasin kur i thotë: ruaja Allahun, Allahu të ruan ty, ruaja Allahun keme gjetë në ndim dhe i teje, në qoftë se kërkon prej dikujt, kërko prej Allahun, në qoftë se kërkon ndim prej dikujt, kërko prej Allahun, dhe dije se të gjithë, në qoftë se mdidhën të gjithë, për me të bërë diçka mirë, ty nuk ka mundësi me të bërë mirë, jashtë asaj që Allah e ka shumë për tyja. Dhe dije se në qoftë se krejt bëhen bashkë, për me të dëmtu ty, s'ka mundësi me të dëmtu jashtë asaj që Allah e ka shumë për tyja, janë ngritë lapsat, janë fafletorë. Ma të ke meselës. Kjo ditë që mëson, jashtë asaj që na duhet t'jemi në raport të mirë me Allahun xhalla xhelaluhu, kur jemi në rahatër, që Allah na ndihmon kur t'jemi në rëndësitë tona, na mëson neve që me lut vetëm Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe kanë do që lusin, prej kujt do që kërkojmë pos Allahut, ai s'ka mundësi kur gjallë në rabon mirë ose keq vete, jashtë asaj që Allah e ka shumë për ne. E në qoftë se është kështu, atër pse të lodhën njerëzit të preokupohen me dikatit pos Allahut, duke e pas Allahun subhanahu wa ta'ala. Thotë Ibn Taymiyyah, Allahu e mëshiron. وَمَعَ عِلْمِ الْمُؤْمِنِ أَنَّ اللَّهَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ فَإِنَّهُ لَا يُنكَرُ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَسْبَابِ كَمَا جَعَلَ الْمَطَرَ سَبَبًا لِإِنبَاتِ النَّبَاتِ. Çfarë thotë Ibn Taymiyyah? Edhe me diturin e besimtarit se Allahu është Zoti i gjithçka dhe mbreti suprem i gjithçka, thot nuk mohohen shkaqet që Allah i ka kriju për të arritur diçka. Se këta që i bëjnë këtë lloj shirkut Allahu subhanahu wa taala e përzin, e mbulojnë shirkut e tyre duke thënë se jo, kjo është shkak se vetë. A i në gjurëm shpesh në përveçën tonë për dikam që i banë shqip të madh ose shqip të vogël, ma shumë është shpërdome, po jo të ka qyve si sebet, jo për të shkaj, jo që i besoj që kjo të banë, po si sebet. Për shembull, ka prej beslitnive të ndryshme, e kemi shpjegu në Kitabut Tauhid, apo se njerëzit marrin pa të kujt kanë, vendosin në shtëpia, vendosin të vetura, se vetë për shkjo ma rujt veturën, ose ma rujt shpijen, ose ajo syni ma vim, edhe si gjërat të shumëta të shpërdamet e njerëzve. Kur t'i thuj shirko, jo, nuk besoj që nuk janë të atë, nuk pas Allah, kjo vetë sebe, të dhe vëtë e mirë. Sebejpët që Allah i ka rëtë që sebejpët nuk mëhohë. Po të fejtë tjërë, kur dikush bandë për i kufriat dhe shqipjatëve, duke unë gullu ma të së sebet. Në fakt ajo nuk është sebet. Në fakt ajo nuk është sebet. Thotë, sikur që Allah e ka lanë shirë, shkak që më dojnë dinët me toke.
bje shiu edhe dalin bimën prej tokë. Thot Allahu al-Mashruh, lakin yalladhi an yu'rafa fi al-asbab thalathatu umur. Mi duhet mundit tek sebepet tre çështje. أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب بل لابد معه من أسباب أخرى ومع هذا فلها موانع فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وإن لم يشاء الناس وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. E para se shkaku konkret, shkaku X, shkaku konkret, nuk është i pambarur në realizimin e qëllimit. Për shkak se ekzistojnë dhe shkaqe tjera që duhet të marrë. Ka shik kësaj, ekzistojnë dhe pengesa që duhet të largohen. Në qoftë se Allahu nuk i plotson shkaqe dhe nuk i largon pengesat, nuk ka mundësi mu arrit qëllimin. E kur tonë Allahu të bën diçka, ajo bëhet edhe në qoftë se njerëzit nuk betojnë. E kur dojnë njerëzit me u bë diçka, ajo nuk bëhet pos me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Duaja është shkak prej shkaqeve me në rujt lejve Allahut, është shkak me fitu xhennetin, është shkak me fitu knatësinë e Allahut dhe shumë rreth. Me dua ka disa shkaqe tjera që janë lidhura me dua, që në qoftë se nuk plotësohen ato, nuk pranohet dua. Duaja është shkak. Mirë, me që duaja janë lidhur me shkaqe tjera, që në qoftë se nuk bëhet, duaja s'pranohet. Në qoftë se ushqejnë me haram, duaja është shkak. Ama harami o pengesë, duke largu pengesës. Duaja është shkak. Mirë po, të veshrit me haram është pengesë, duke largu pengesës. A i greqon? Duhet t'i plotësojmë atë shkaqe dhe pastaj të mësimi tek Allahu xhela xhelaluhu edhe të largojmë prej pengesave. Se ka mundësi krejt shkaqe të plotësohet, krejt pengesë të largohen, veç një pengesë në histori nuk lyhet punë. A i greqon? Që kur të hasim, a na hasim shumë shpesh në ndohë, të hasim në shumë hadithe, në shumë ajete, që i marim, i ndjerim praktikë në rapë, subhanallah, hadithi është, ama mos më ndohë. Hadithi është, ty së ndohë, për shkak se ka pengesë. Ekzistojnë pengesa, largimi prej pengesave. Hadithi është, me këtë shkaq, ka të shkaqe tjera që të marrin plotësues. Kur plotësohen të gjitha, largon pengesa, realizohet qëllimi. E dyta, أنه لا يجوز أن يعتقد أن شيء سبب إلا بعلم. فمن أثبت شيء سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبتلعا. Se nuk lejohet me besu për diçka se ajo është shkak sebeb, pos merituri. Ai i cili e beson se diçka është shkak pa ilmi, Kur'an dhe Sunet, ajet apo hadith, ky njeri e ka kundërshtuar shariatin dhe besimi i tij në këtë vepër është i pasakt. Shumë për njerëzve mendojnë se unaza e fejesës është shkak për shtimin e dashurisë mes burrit dhe gruas. Dhe besojnë se me vome e nxjerr unazën për gishtë të fejesës, ka dalë dashuria prej zemrës. Çka ka lidhur unaza me dashurinë e njeriu ndaj bashkëshortës apo bashkëshortës ndaj njeriu? Ky është shkak pa ilm. Dhe ky shkak që njerëzit e kanë shtit në trunët e vet pa ilm është kundërshtim me shariatin dhe është shirkivog. Që ka njeriu prej feje, ama është shirkivog. Pse? Se e kanë besuar si shkak diçka që në shariat nuk është shkak. Diçka që në shariat nuk është shkak. Ose çish thash, patkojnë e kalit, ose syni ma vetë, ose gjërat të shumë që i ka njerëzit, prej besëtnive, i besojnë se janë shkaqe, në fakt ata nuk janë shkaqe. Dhe këtë mënyrë i bëjshim Allahu subhanahu wa taala shirk të vogël, eventualisht ose besojnë se ajo ndikon vetvetimu, atëherë kjo është shirk i madh që na nxjerr feja Allahut.
أن أدريت أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبب إلا أن تكون مشروعة فإن العبادات مبناها على التوفيق فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه. Veprat fetare nuk miren si shkaqe pas në qoftë se ato janë legjitime. Për shkak se adhurimet janë tawqifie. Çfarë thon tawqifie? Adhurimet në esencë janë haram. Pas asaj që Allah ka bërë halal. A kuptojnë? Ibadeti, adhurimi në esencë është haram, jashtë asaj që Allah ka bërë halal. Gjëra tjera jashtë adhurimit në esencë janë halal, jashtë asaj që Allah ka bërë haram. Për shembull hajet dhe pijet. Krejta janë halal. Në esencë janë halal. Jashtë asaj që Allah ka thonë kjo haram, kjo haram, kjo haram, kjo haram. E këto haram që ka thënë Allah, në ngjishta janë. Njëri për fakt të shkojë të shtë haram, janë shumë halal. Te adhurimet nuk lejohet na me adhuru Allah me kryon tonë. Na me adhuru Allah me ajet ose me hadith. Me ajet ose me hadith. Thot, nuk lejohet që njeriu t'i ban shirk Allahut edhe ta lut dikant tjetër pas Allahut, edhe në qoftë se mendon se vepra që është duke bën është shkak për shkaqeve për arritjen e disa qëllimeve të tij. ولذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة. Dhe për shkak nuk adhurohet Allahu me bidatet që janë kundërshtim me shariatin. وإن ظن ذلك edhe në qoftë se beson kështu njeriu, فإن الشيطان që është në rëndësishëm. Për shkak se shejtani قد يعين الإنسان ndodh që ti ndihmon njeriu على بعض مقاصده إذ أشرك. Ndodh që shejtani ti ndihmon njeriu në arritjen e disa qëllimeve të tij në qoftë se ai bën shirk Allah. Në qoftë se ai bën shirk Allah, وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك. Për shkak se ka mundësi nëpërmjet kufrit, shirkut, mëkatit, fiskut, mëkateve të mëdha, njeriu marrit deri te disa qëllime të tij. Ka mundësi me arrit deri te disa qëllime të tij. Thot, فلا يحل له ذلك kjo nuk e lejon njeriu. إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة. Për shkak se dëmi të cilën e ka arrit njeriu me veprimet e këtyre veprave është shumë më i madh se sa përfitimi i të mira që ka fituar. Për shembull, në kohën tonë bashkëshorte, shejtani i ka bashkuar shumë prej hoxhallarëve, prej dietarëve, edhe prej shumë muslimanëve, duke u abo jekin bindje që nëpërmjet kutive të votimeve kanë marrë disa qëllime të tyre. Derisa disa mendojnë që nëpërmjet kutive të votimeve kanë marrë në zbatimin e shariatit të Allahut. Dhe kjo është mentalitetia më e madhe që mund të ekzistojë. Tash kur shkojnë ata votojnë dhe japin të drejtën e ligjvënies dikujt tjetër pas Allahut. Kjo është e keqe. Me këtë keqe, kjo është kufër, shirk, dalje me fejes. Me këtë keqe ata arrin të përfitime këtë dyja. Ata arrin disa përfitime në këtë dyja. Arrin me një punë ose me ndrur vendin e punë në një punë më të mirë, me urit rrova, me pas rrova të mirë, edhe benefitet e shumta që ka mundësi shumta me qenë në këtë dyja. Sa do të qofshin benefitet që mundet njeriu me i fitu këtë dyja, çka do të qoftë ajo? Duke mos shirk Allahut, shirku është shumë më i keq se sa të mira që ata kanë bërë. Ama shejtani më shumë. Edhe këtë çemull që nuk të mirë, se ka mundësi dhe kjo ndodh. Dhe normal që shejtani nuk i çon njerëzit në vështirë shirk Allahut, ose kufër Allahut, pa ju dhënë diçka. Ju jep diçka bile i josh me diçka shumë madhe. Përsoj dunjaja, mirë po mbi vështirë Allahut subhanahu wa taala. E thot hoxha, ka mundësi njëri shejtani me mund njëri marrë disa qëllime, a i arrin qëllimet duke mendu për maslahatin, thot hoxha,
zullumin, të keqen që e ka vepruar shumë më e madhe se sa dobijen apo moslahatin të cilën ai e ka fituar. Pra shefati te Allahu xhela xhelaluhu është pohuar në Kur'an ndërmjetësimit të Allahu xhela xhelaluhu dhe kemi shefat i cili është i pranuar. Ky shefat i pranuar do ditën e gjykimit, e njëra është në dunja kur i thot dikujt lutë Allahu për mua, nuk ka problem. Që shënojë lutë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo çish Omer ibn Khattab radhiyallahu anhu ka bë shefat me miqën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ndërmjetësimin e kanë lutë Abbasin që Abbas të lutë Allah, jo e ka thënë Abbasit lutë Allah, ka qenë gjallë e ka lutë Allah dhe ka rashirima. Që ka ndodhe kune pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po vdesin njeriu, në qoftë se lejohet me bën ndërmjetësim edhe me të vdekurit, Omer ibn Khattab siç më thonë Abbas, nuk ishte lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka pasur afër xhami, kish më thonë po lutemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po si janë lutë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, janë lutë me Abbasin që ka qenë gjallë. Edhe shafaqi që ndodh ditën e gjykimit, kur Allah është i kënaqur me atë që bën shefat, kur Allah është i kënaqur me atë për të cilën bën shefati dhe kur jepet leja nga Allah subhanahu wa taala. Kjo është shefati i pohuar, i pranuar legjitim te Allahu xhela xhelaluhu. Edhe shefati i pranuar është ky lloj shefati që të bëjnë njerëzit kur i lusin dikant tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Besimi është me lut Allahun për hir të diçka. Për hir të diçka. Kjo lloj tevessuli pastaj ndodh në tri kategori. Tevessul që është shefat. Tevessul që është shefat. Kur njeriu e lut drejt për drejt dikant tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. E dyta, kur njeriu e lut Allahun mirëpo për hir të autoritetit të filan, për hir të pejgamberit tan, për hir të Xhibrilit, për hir të kështu me radhë, kjo është bidat, nuk lejohet. Edhe e treta është me bo te Allahu tevessul apo ndërmjetësim me vepra të mira, apo me bo ndërmjetësim te Allahu me emrat e Allahut dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, me bo ndërmjetësim te Allahu me imanin ton që e ka Allahu, me bo ndërmjetësim te Allahu me punë të mira. Për shembull, me rasti si Allahu subhanahu wa taala, ka në hadith kur njeriu t'i dhet diçka, ta vendos dorën te vendi ku i dha, edhe ta bën këtë dorë. Në botë rrë, bismillah, edhe botë dua. A'udhu bi'izzati Allahi wa qudratihi min sharri ma ajru wa hadar. Kërkoj me plot fuqishmërinë e Allahut dhe kudretin e Allahut, mbrojtjen e Allahut prej sherrit si nga godit dhe flisot. Pra kjo është shefati me cilësitë e Allahut, me emrat e Allahut subhanahu wa taala. Shefati me punë të mira, që shoh ti ban një punë të mirë për të mirave, që shpreson që ki bas, sinqerisht, për Allahut subhanahu wa taala, dhe lut Allahun me këtë vepër, që Allah për këtë vepër që ki bas për Allahun, me ka plotësuar një dëshirë, një kërkesë, një vështirësi dhe shumë radhë. Argument për ta e kena ngjarë nga këto tre personave të cilët i ka rënë këshiu, janë futur shpeshtë dhe guri e ka mshirë derën e shpejtë. Dhe të tre e kanë pas ka një vepër të mirë, që e kanë pas sinqerisht për Allahun. I pari ka thënë kur pas namazit e babrit, ku respektoi ku ndërua shumë radh, një ditë kanë vënë bukë të shtëpia, kanë natën si kanë dhënë familjes me pi për çuftin, derisa çun mëngjes prindrit, u kanë dhënë prindërve të mirë me pi pastaj e vlatëve, edhe sa ata kanë kohë të natën, të kompania. E thotë Allah, për çështë këtë vepër e kanë bërë, siç është për teje, për ty lirë e derë. Guri lidhit pak. I dyti çështja asaj vajzës që e ka dash, e ka pas kusherike dhe e ka dash, dhe ka pas dëshirë me bon zina, në momentin që është afut me bon zina, a i ka thonë kifik Allah në robi Allahun, dhe është largu, edhe i ka thonë Allah, në qoftë se këtë vepër kanë bërë, si që ishë për tyre, që le derë, Allahu e ka qenë, dhe ta derë një për në shumë, dhe i treti, i cili ka mërë sa punëtor me punë të shpia vetë, kanë punu punëtor, se të cilë afakon më ditën, në fund të ditës, njëri ka shku pa e marrë më ditën. Këto pare që kanë ngejtë për këti punëtori që se ka marrë më ditën, ky pranari i ka marrë dhe i ka punua për pare, dhe i sa i ka shku shumë pasurit. Pas disa viteve vend këtë njeri që se ka marrë më ditën asaj ditën. Dhe i thotë janë filani ku më marrë më ditën e filan ditës. Thotë krejt për dele, për deve, për kuaj, që ka përti krejt të tuat, nere. Thotë të kuaj bërë mua, të njësë të pja saj parës tane,
unë e ku po këtë kopej. Ka thonë me, thotë kë njëri, ja Rab, ai i mur krejt as një selas. I ka marrë krejt as një selas. Në qofë se këtë vetër kam posi që është në tyje, livrelerën është largu guri dhe ka ndarë prej shkejsh. Pra kjo është të Resuli me punë të mira, që se bazë punë të mira, edhe lutë atë me të punë të mira. Lusë më tonë që Allah në mësën, bëna shumë punë të mira, bëna punë të mira me në punëve shumë mira të avena që ta kena bakshish të rrujmë për ne edhe si shansë, si vetër e mirë, që për të atit në gjikimit për dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala, e lusë më tonë për e kufrit e shirkut, të madhe të vogël, lusë më tonë që Allah të namron për i gjënave të madhe të vogël, për e bidatëve, o subhanahu wa ta'ala,